Pardon my French. Përshëndetje, mirë se vini në Pardon My French. Jam unë, Jonida Liçkolli dhe Niko Komani sot. Dhe unë, si gjithmonë, a? Ne të dy. Zjarr, Niko. Si ja kalon? Mirë, uroj që edhe të gjithë dëgjuesit apo ata që po na shohin nëpërmjet digital në kanalin 10 kenë kaluar një javë fantastike me lajme, me gjëra, me ndodhi të bukura. Si ka qenë java jote? Ka qenë e qetë me ato përditshmërisë, vrap andej vrap këtej, po në përgjithësi ka qenë e mirë, përveç lajmeve të trishta që kemi pasur nga nga jeta sociale këtë javë, por në përgjithësi ka qenë një javë e qetë. Për ty? Dhe mos thuaj që ato që them nuk janë të vërteta. E thash për Kanye West, shpërtheu lajmin ditën e nesër. Ne hapëm thashë themin të mërkurën e kaluar. Pra ishte vetëm në rang thashë themi, dhe të nesërmen flasën. Shpërtheu. Ishte lajmi i parë që nisa ditën e nesërme në mëngjes që kishte dalë si lajm. I lumtur sapo ka dalë dhe emri i Sara Gjordeni që do të prezantuesja e She's on Top. Dhe jam i lumtur se dua ta shikoj këtë emision në një dimension tjetër. Pra mendoj, duke qenë se është dhe new era, pres shumë gjëra. Dhe një drama normalisht. Do ketë drama patjetër, nuk e diskutoj këtë. She's on Top dhe jo drama është, nuk e di, si byreku pa gjiz. Thjesht peta. Si byreku pa gjëra brenda. Hej, uroj që udhëtimi juaj me Top Albania Radio të jetë sa më i mirë sot në shoqërinë e Pardon My French. Në fakt ka qenë një javë ngarkuar edhe për të gjithë personazhet e njohur, të paktën ata që sapo kanë lënë shtëpinë e Big Brother, janë me angazhimet e tyre. Ju keni parë javën e kaluar Miri në këtë studio përballë meje, teksa fliste dhe jepte mendimet e tij gjatë periudhës që është jashtë tashmë. Ditën e djeshme në ndryshe ishte Selin, Rogerti pa ashtu ka qenë tek Ilnisa. Këtë javë Brikena dhe Mateo do të jenë në Portokalli, kështu që janë duke u angazhuar edhe personazhet e famshëm në këtë javë. Ti se di që Juela, madje momentalisht po flasim, mund të jetë në nxjerrimet e klipit të saj të ri. Po, pra Juela, për të gjithë ju që po dëgjoni, sot duhet të ishte këtu me ne. Pjesë e panelit, por i kemi premtuar që do ta kemi sapo të publikoj këtë videoklipin që po xhiron sot. Pra sot është duke xhiruar klipin e saj të ri. Më vjen mirë që po angazhohet në pasionin e saj për të bërë muzikë. Edhe Juela po ashtu ka dhënë intervista në programe të ndryshme të Top Channel, po ashtu ka qenë edhe në Top Albania Radio, edhe e gjithë eksperienca e tyre brenda shtëpisë me sa shoh, po shërben si një augur shumë i mirë tashmë për të dhënë një stimul në karrierën e tyre. Stina dhe Stenaldo po ashtu kanë bërë një super këngë që po funksionon shumë mirë, po bëjnë koncerte. Kështu që janë në periudhë të mirë personazhet tanë. E hëna më gjeti pa gjumë, do thuash, sepse ishte Met Gala. A mund ta diskutojmë, do ta diskutojmë dhe këtë, por zemra ishte një nga mbrëmjet më të bukura të këtij viti deri tani. Për një njerëz që është merret me modën, i apasionuar për modën, është e domosdoshme të shoh çdo tapet të kuq të çdo eventi për shembull, apo thjesht ti i ndjek se i do ti ndjekësh? Me moshën rrallohen gjërat, të them, sepse nuk ke më aq shumë kohë ose nuk do ti fokusosh aq shumë kohë diçka. Pra, duke u rritur kam kuptuar që janë shumë pak tapetet kuqe aq të rëndësishme, se dikush shifja MTV Awards, shifja American Music Video Brit Awards, Grammys, Oscars. Oscar vazhdoj shikoj dhe kam qenë. Ja vlen në fakt ta gdhish. Të vërtetën unë kam qenë pjesë për shumë vite tek një nga kolltuqet që isha opinionist për tapetin e kuq me të ftuar të ndryshëm. Kam qenë diku për 3-4 vite dhe kam shijuar në maksimum dhe aty mësova që të seleksionoj tapetet e kuq. Po Met Gala është gjithmonë ngelet një nga ato evenimente, mund ta them, që nuk mund ta humbas. Dhe mezi pres për shkak tani të marr vesh temën e vitit tjetër. Do të flasim edhe për disa personazhe në fakt që janë të ndaluar, pra nuk ju shkon më ftesa. Janë të ndaluar, dhe një prej tyre është Kanye West. Dhe një tjetër është e preferuara ime, Nicki Minaj, që nuk u lejohet, por dhe do flasim për Black Lively që kishte bler biletën, pra nuk e kishin ftuar.
Dhe në rrjet qarkullon momenti që askush nuk e ndihmon për të ngritur fustanin nga momenti që nuk je ftuar. Ti mund të hypësh vetëm dhe ndjej jo komode për ta ngritur. E tmerrshme Niko. Gjuna. Ti je VIP. Të mos ftohesh dhe të vetë ftohesh. S'ka gjë, ajo nuk ka asgjë të keqe, duke qenë se të gjitha biletat të ty janë mbi $100,000, po të gjitha shkojnë për Muzeumin e Artit, pra The Met. Në këtë gjë mua më pëlqeu kjo, si gjë se ishte kontribut, por ajo sjellja nuk më pëlqeu që nuk e ndihmuan. E kanë lënë aty. Ishte një lëvizje marketingu, duke qenë se ka patur atë çështjen gjyqësore me aktorin tek filmi që kishin luajtur së bashku dhe i doli që e tëra ka qenë një mashtrim nga ana e saj. Pra është munduar të pastroj disi imazhin e saj. Dhe mirë bën se në fund të ditës PR-i është shumë i rëndësishëm për personazhe të famshëm. Okej, do të vim tek Kanye West dhe Travis Scott është father që do të vi tani. Nuk e di çfarë do ndodh në koncertin e këtij artisti. Do shkoj, pse mos shkoj? Ai diskutuam. Jam shumë kurioze të di se ç'do ndodh. Por deri atëherë besoj do kemi kohë për të kuptuar më gjatë. Ta i bukur është ky zëri e Dea se ke vënë re. Pardon my friend. Ja të kemi sërish për të diskutuar për një event të rëndësishëm të modës, por jo vetëm, është një ndër eventet që personalitetet më të mëdha në botë mezi presin të marrin një ftesë, po edhe mund ta blejnë siç ka bër Blake Lively dhe po flasim për Met Gala 2026, është ndjekur live nga Vogue. Anna Wintour është ajo që firmos ftesat. Ftesat po. Edhe emrat që do të jenë aty. Zakonisht thuhet që në Met Gala nuk ftohen më ata që kanë thyer kodin e veshjes ose kanë ndonjë skandal, ndonjë problem vërdall. Nisi me Kylie Jenner, e cila ka, le të themi, tema këtë vit ishte costume art. Pra arti i veshur në një mënyrë të veshme. Pra ti të bësh art në veshjen tënde që mund ta bësh nëpërmjet pikturave të famshme, skulpturave të famshme. Skulpturave është një nga 3 veshjet top të mia. Dhe skulpturave pikërisht ishte kjo e Kylie Jenner, e cila ka veshur një gjysmë trup dhe një Schiaparelli. Të themi të vërtetën, një raqe poshtë. Raqe. Është pjesa e fustanit poshtë dhe kishte hequr vetullat për kauzën e kancerit. Pra ky ishte luku total, imazhi i saj total. Më pëlqeu dhe gjithë gjetja e vetullave dhe arsyeja, por jo një nga luket e mia të preferuar. Next. Kylie zgjodhi pikërisht këtë të ishte një gjysmë statuj. Katy Perry është pak nga këto luftëtare, si quhen? Kalorësit. Kalorës me shpata, me gjysmë nga sipër. Don Quixote. Atëherë, Katy Perry ka veshur një Stella McCartney, e cila veshja ishte në 2 pjesë, pra ishte një herë me maskën, pastaj pa maskën. Detajet ishin edhe dhëmbët e saj që ishin në total look, pra ishin të kuruara me diamante. Veshja pa pjesën lart të maskës është një veshje normale, një veshje tepër normale për Met Gala. Pra mendoj se gjithë gjëja e artit është pjesa e headpiece-it, e kokores. Ishte ndër më të mirat? Jo. Njerëzit e pëlqyen, por jo brenda temës. Nuk e pash tek lista e të veshurve më mirë. Në fakt, kalojmë tek një tjetër personazh që është Emma Chamberlain. Veshja është Mugler, nuk e dia e ke parë, qarkullon i tër realizimi se si është realizuar veshja, është e tëra një pikturë, është pikturë dore. Është realizuar vetëm për Met Galan. Të them të vërtetën, kur bëra research, pash që ishte inspirim nga një pikturë e Van Goghut. Dhe më pëlqeu, ka ardhur është fiks në temë. Është brenda temës si fillim se ka një pikturë gjithë gjëja, por
të gjithë e kam vlerësuar si e veshura më mirë. Sa do qarkullonin emra Beyoncé dhe Rihanna aty. Domethënë të gjithë personat që marrin vesh nga moda dhe vlerësojnë të bukurën, kjo ishte vlerësuar si veshja më e bukur e mbrëmjes. Kalojmë tek një tjetër personazh që është Çuna? Po, e kanë vënë, është më iku emri. Joy King. Hajt më. Jo, unë këtë se pash. Kishe shumë veshje që unë evitova, për shembull edhe kjo sigurisht është në temë. Çfarë ka dashur të thotë? Më duket shumë e thjeshtë. Po, është një fustan. Më duket shumë mbrëmjesh. Vajzat tona këtë veshin kur dalin ose ftohen nëpër dasmë ose shkojnë nëpër klub apo jo. Dasëm nuk mund të vishesh me atë se je kundër nusës. Po. Je pak me të bardha. E kuptoj, po më thuaj ti sa e mbajnë etikën. Jo. Prandaj. Hajde Joy, mund të ishe përpjekur pak më shumë. Joy mendoj se do kesh ban vitin tjetër. Jo, nuk më pëlqeu kjo veshje fare. Gigi Hadid është e veshur me një miu, edhe kjo e parapërqyer nga publiku, nuk më duket në një gjë kaq wow sa njerëzit e bën. Mendoj që është thjesht Gigi Hadid duket shumë e bukur, shumë elegante. Për kaq. Nuk ka. Jo. Nuk më duket as në temë, me thënë të drejtën, se di, vetëm disa lule të qëndisura. Bravo, nuk e di çfarë veprarti përfaqësonin këto lulet, por Anne Hathaway. E veshur me një zogu i paqes. E veshur me një Michael Kors, dhe kam shkruar madje në storin tim që hera parë që shikoj nga Michael Kors një veshje kaq interesante, kaq të bukur, kaq madhështore dhe është inspiruar nga lashtësia. Pra, tani duhet të jenë romak ose duhet të jenë diçka nga Greqia e lashtë. Është dora me pëllumbin që është simboli i paqes. Edhe mbrapa ishte fantastike veshja. Ka qenë një nga top 5 preferuara në tapetin e kuq. Hailey Bieber me një YSL fantastik dhe është nga koleksioni i tyre 1968-s. Çfarë thua? Pra, është nga koleksioni i tyre arkiv i sjell si një vepër arti për Met Galan. Dhe në fakt është për të pasur edhe në koleksionin e veshjeve ikonike ndoshta, skulptura sipër e bën të hyjë te kjo pjesë. Po vetëm që është nga një koleksion arkivi atyre viteve dhe ka patur suksesin, kohë ka patur sukses kjo veshje, që kështu konsiderohet një vepër arti. Këto rikthimet më pëlqejnë shumë, me thënë të drejtën. Në cilin vit shqeu Kim Kardashian fustanin para 2 viteve, nëse gabojmë, para 2 viteve. Por nuk mund duk brenda tematikës. Po, Sabrina Carpenter e veshur me një Dior, sigurisht u shikojmë që vepra e artit është filmi i aparatit, filmi që ka shumë na ka munguar të gjithëve. Më pëlqeu, por jo, wow, më pëlqeu të më thënë një veshje shumë e bukur mund të ishte për një çdo lloj tapeti, mbase jo këtë. Sabrina po pëlqejet shumë në fakt nga nuk e kuptoj pse. Nga adoleshentët. Jam nga ato tipat, nuk e di pse. Jemi tek Beyoncé, frymzuar nga anatomia e trupit të njeriut, kryesisht nga skeleti i trupit të njeriut, është vlerësuar në fakt kjo veshje, por disa kanë menduar gjithashtu që nuk ishte në maksimumin e saj. Di do masakrojnë gjithë ndjekësit, por unë e pëlqej Beyoncé, ka pëlqyer gjatë gjithë turneut saj. Dhe thënë ka qenë këngëtarja e parë që solli kaq shumë luke brenda 3 viteve turne. Por më kujton diçka të përafërt që ka veshur në 2016-ën, 17-ën, në zgabohem në MTV Awards, ka performuar në ngjyrë gold, ka qenë shtatzan. Diçka tepër e përafërt. Veshja është Olivier Rousteing, po nuk shumë e parë. Por fansat e saj zbuluan që po në fakt domethënë për trupin e saj ishte shumë interesante si gjë. Po shumë e madhe si gjë, shumë edhe nuk po gjeja në të vërtetë cila ishte vepra e artit, por disa nga fansat e saj kanë zbuluar që ky skeleti mbase është një lançim, një anoncim, le të themi, albumi të tretë, pra akt të tretë që pritet nga albumi i saj më i ri. Që mund të jetë pak më rock. Shumë Oscar, do thoya. Po, tapet me gala. Sigurisht jo, shumë elegante, më pëlqen, nuk mund të gjej një defekt tek ajo, edhe pse mbase mund të ketë shpeshherë që vishet normale apo shumë thjesht, por mendoj që është në vend i gabuar. Ose s'ka dhënë rëndësinë e duhur.
nuk e ka marrë seriozisht artin mbi trupin e saj. Jo, po varet se si e ka parë, mendoj që varet çfarë moodboardi ka pasur the designer këtë kokave. Të them të drejtën, disa faqe online kishin publikuar foto të personazheve të njohur, por të gjeneruara me inteligjencë artificiale, duke bërë tematikën ashtu siç mund ta përfytyron ata tamam art. Pra ti gjeje një fustan me dizajnin e famshëm të Kiss nga Klimti, tek Beyoncé, le të themi, apo ku diun, domethënë të gjitha veprat e artit. Për shembull, piktura e famshme vajza me vëth perle, po ashtu ishte. Edhe brenda temës më duken, me thënë të drejtën, më të bukura fotot e gjeneruara me inteligjencë artificiale. Pash Lady Gaga që qarkullonte një foto e veshur me Mugler, me një nga veshjet më të shtrenjta në botë, realizuar që është nga Mugler, por u duk që ishe jaj sepse Lady Gaga nuk ishte në atë mbrëmje. Emily Blunt, po ashtu. Dhe pra arti sigurisht mendoj që është kjo si spil, si varse trupi. Më pëlqen, po me vëmendjen momentale që ka nga filmi Djalli Veshprada, më duket tepër e thjesht. Domethënë më pëlqen më shumë Anne Hathaway se sa Emily Blunt. Në këtë veshje. Në këtë tapet të kushtit. Kemi një tjetër personazh, është Kendall Jenner, pak e ngjashme me Kylie, vetëm se fustanin e ka me mëng, mendoj, sepse ka dhe ajo një bust poshtë. Po, ishin pak a shumë të inspiruar nga njëri tjetri. Nga një statuj ishte, më duket, nuk e mbaj mend emrin e statujës ajo e Kylie, se e pash në internet. Por designers të ndryshëm, Kylie ishe Schiaparelli, kurse e Kendall vinte nga Gap. Pra, madje Gap nuk ishte në bashkëpunim me një brand tjetër, të cilën do ta gjejmë për pak dhe do ju them, është nga Zak, Posen dhe Gap. Është hera parë që Gap bën bashkëpunim me një designer haute couture. A janë të ngjashme apo gaboj unë? Janë të ngjashme, është e njëjta energji, e njëjti stil, por nëse do të pyesësh mua cili është realizuar më mirë, është Kendall. Pasi është dhe fiziku i saj, nuk e di. Lajza, si të duk? Më pëlqeu. Ishte kërcim tajlandez ky fustan, po, më sa pash. Pra i duart janë statuja e duarve janë një kërcim tipik aziatik dhe ka zgjedhur që ta përfshi në veshje. Veshja më pëlqeu shumë. Them të vërtetën, si gjë e kam parë nga një drag queen që është nga Tajlanda, pra që ai ka bërë të gjithë këto duar, pjesën e duarve është pjesë e posterit të turneut të tij. Nuk mundu diçka e re, absolutisht, por më duk diçka e bukur. Në diferencë me tre vajzat e tjera nga grupi, Lisa ishte më brenda tematikës. Është e preferuar e vajzës time. Doja Cat, ha. Hajt më. Më kujton shumë Lady Gaga, me atë gjë më kujton shumë Lady Gaga prapë MTV Awards në mban mend kur erdhi si brenda vezës me atë gjën e lateksit. Bukur, por mbase jo për këtë event. Do shta arti këtu mund t'jetë jo. Flokët. Sigurisht jo veshja. Ajo veshja e romagëve ndoshta që kishin vetëm një çarçaf. Mbase sjell në version lateks, po nuk e se jo. Duhet lodhemi shumë të kuptojmë ku është arti këtu. Georgina Rodriguez. Nuk e di pse nuk u pëlqyen nga njerëzit. Mua më pëlqen. Është vepra e artit që dallon. Është Maria, e shenjtë. Është gjithë, ëh? Santa, është nuk e mua më pëlqen. Ndoshta nga që nuk është të ishte nuk është Santa Vergine. E vërtet, dhe kjo ose mbase mund të ishe kompletuar që kishte një aktore që mund të kishe lotët. I kishte një tjetër personazh. E pash ishe veshur me të zeza. Por njerëzit e kanë komentuar si tepër normale. Mendoj edhe unë që duhej pak ose mbase vello të ishe pak më e madhe, të ishe pak më madhështore ose të kishe diçka. Madonna kishte zgjedhur po ashtu një vepër arti. Madonnas më ka pëlqyer shumë. Do ta gjete atë veprën e artit.
E kemi çuna jo, kaq kishim. Nuk e pas kemi Madonnën. Madonna ishte The Temptation. Është një pikturë, një vepër arti e realizuar po ashtu nga njerëz të tjerë. Në 1945-s. Nga njerëz të tjerë që i mbanin në pozicionet e pikturës dhe Madonna ishte në qendër, ishte në mes. Dhe Heidi Klum më pëlqeu që se kemi, por ishte veshur si statuj e inspiruar nga La Verdad Velada e 1752 ishte statuja. Prandaj më pëlqen. Është art më vete, është art më vete. Edhe informohesh. Edhe pse njerëzit nuk e kanë të mundur të shohin të gjithë festën apo gjithë mbrëmjen që realizohet brenda atyre mureve, kanë pasur mundësi të ndjekin nëpërmjet kanaleve live nga Vogue të gjithë këtë pasarel yjesh edhe këtë pasarel e cila do të mbetet le të themi edhe si pjesë e arkivës së Met Gala nëse e kanë kryer misionin e tyre në këtë tapet. Në fakt është një film që luan po Anne Hathaway, Rihanna dhe dikush tjetër dhe flitet aty për Met Gala, për vjedhjen në një varse, nuk e di, nuk po më kujtoj titulli tani. E ke parë filmin? Edhe jep se çfarë ndodh brenda, domethënë festës, ka shumë siguri, domethënë janë të ruajtura këto veshjet në mënyrën më ekstreme të mundshme. Kështu që një farë hinti edhe na e kanë dhënë nëpërmjet atij filmi. Sandra Bullock është aty po ashtu, Rihanna, Anne Hathaway, është film fantastik. Unë e kam përjetuar këtë si eksperiencë në 2022-shin kur në Eurovision me Ronelën, një nga kapelet madhështore të Ronelës, një e bardhë nëse mban me Ruaza, ne i blem copyrightin, ka qenë një mbretëreshe spanjolle dhe pas performancës tonë ishim të detyruar ta çonim në muze, sepse copyrighti ishte bler për një muaj, pra realizimi dhe ekspozimi në Eurovision. Sa kushtoi ajo? Nuk jam marrë me këtë gjë. Unë di që ajo që na realizoi kapelen e kishte kryer vetë të gjitha pagesat, gjërat ne na erdhi nga ishte një dizajner shqiptare që jeton në Spanjë dhe sa mbaruam të gjithë gjën, ne kthyem dhe ajo kapele është në muzeum momentalisht. Oh, sa qejf. Yes. Shumë qejf. Edhe i di gjithë këto procedurat, se sa të kujdesshëm duhet të ishim, që me çfarë kompanie duhet ta dërgonim po ishin totalisht në detaje. Publicitet kemi tani. Themi sërish për të vazhduar me emisionin, Niko. Vazhdojmë me vazhdojmë me rubrikën Ka jetë edhe pas Big Brother. Ka jetë. Bëj shaka, në fakt ka ndodhur gjëra, ka emisione të tjera, ka programe të tjera dhe ne ju e dini që vdesim t'i komentojmë momente të caktuara, duke hapur edhe një temë debati në këtë studio, kështu që janë disa fragmente, disa momente nga programe në Top Channel që do doja t'i komentonim bashkë. Patjetër. Se jo, e nisim me videon e parë. Asa unë dua ta çoj deri në fund nga çmimin. E dje. Sa zjat fama dhe sa zjat shoqëria pas Big Brother. More Niko. Është fenomen i lezetshëm ky fama dhe shoqëria, sepse pas Big Brotherit un kam kuptuar që janë zgjuar njerëz nga gjumi që mbase kishin vite që nuk ishin më në rrethin tim shoqëror. Çuna goca apo përditshmërinë të dy. Më shumë çuna apo më shumë goca? Duan të afrohen, të kenë shoqëri prap me ty, ta rindezin atë shoqërinë e dikurshme. Më shumë goca. Goca. Ndërsa me djem ka ndodhur një situatë shumë e çuditshme që më ka habitur, fama pas Big Brotherit ka rikthyer në vëmendjen time eksin tim. Oh, po. E shikoj në përditshmëri, nuk kam tek personi sa e kam tek fenomeni, duhet ta kuptoni. E shikoj në përditshmëri, ka pasur raste që dhe më ka dije kur jo po ne me drita si këto gjëra. Mos pas asaj kërkesës që bëre ti në Shizoner apo? Jo. Ka sjell lule apo jo? Jo. Jo? Nuk është i luleve, prandaj nuk jemi bashkë. Po ideja është po e di çfarë ndodhi pasaj, se s'ke dëgjuar më të bukurën. Më shkruaj ti e dashura aktuale e personit. E çfarë tha? Më mirë mos t'i them, kjo më... E çaj the? Spicy Margherita kom. Mendimin e të gjithëve, sepse unë jam e pra, shiko tani mendimin e të gjithëve, unë e krash moj, po dëgjojmë ne, ajo, ai, gjithë, po keni gjë për ta thënë tuaja, çfarë do i thuash? Nuk i them dot sepse vetëm ka ofenduar.
s'ka ofenduar. Në këtë rast nuk e ke fare ti, fajin e ka i dashuri saj. Hamarenika. E di qa them unë, e di sa rehat jemi në çunat, as nuk më lodhi, isha kështu. Jo, pyetja është a ka, domethënë fam, shoqëri, çfarë ka më shumë pas bigut ishte pyetja e Nevinës dhe pastaj janë këto rikthimet. Ju dolëm nga dega në deg. Po pyetja është kjo pjesa diku tjetër, domethënë ishin ca info too much jo të kërkuara. Ekziston fama pas bigut. Po, mendoj që duhet të jesh njësia, e vërtet. Pra, domethënë ka më shumë fama, mbetet fama më gjatë apo mirësia pas bigut ishte pyetja në fakt. Atë po shpjegoja që mendoj që duhet të jesh shumë i zgjuar ti kesh dhe ti balancosh që të dyja dhe ti mbash gjatë, ëh? Sepse mendoj që ka disa njerëz që thjesht hyjnë te bigu për disa followers apo të përflitet pak, të bëjnë ndonjë reklam kështu kur dalin në Instagram, po ka disa njerëz të tjerë që kanë të mirë menduar. Pra, përtej strategjisë së lojës kanë dhe një strategji jashtë. Pra, unë po hyj aty përse, çfarë dua të bëj, domethënë do hap brandin tim, të bëj X gjëra Y. Po, kam në kokë një plan, kam një strategji se çfarë do të ndodh me mua. Absolutisht, mendoj që një njeri i zgjuar këtë duhet bëj, por duhet ta mendojnë gjithmonë në këtë mënyrë. Pra, edhe nëse del që gjithë fama të vazhdojë dhe të marrësh frutat që ke punuar gjithë kohë, pra ti korrësh. Pjesa e rikthimit të ishit nuk e kuptova mirë fakt. E di si mundu. Doja ta thoja, doja t'ja thoja ishit që në ekran që po të përflas edhe hajtë për përmendë këtë. Dhe dashura jote më ka shkruar. Po, nuk të pyetëm këtë Armela. Nuk ishe kjo pyetja. Po në fakt pasi dikush Se kam shumë xhambre. Dikush pasi bëhet i famshëm, pra merr një famë të menjëhershme. A ndodha, është e vërtet kjo që thot Armela që të rikthehen dhe njerëz që ndoshta mund të kesh dhe vite pa i takuar edhe duan të rivinë në jetën tënde, le të themi. Se di. A mund t'i quajmë miq këta? Jo, se mendoj se vim për famën, pra. E di kur më ka ndodhur se ti aty ke qenë gjithë ato vite. Që mu lëshuan njerëz që si kisha takuar që në gjimnaz. Në kohën e Top Festit, nuk e di pse ju dukesha njerëzve si bileta shitse. Dhe gjithmonë kur ishte Top Festi, më binte telefoni nga lloj e sorrollop njerëz që nuk i kisha takuar prej vitesh. Ua, Jonçe, ç'kemi si e, do më gjesh 2 bileta për Top Fest. Do me thënë 1 herë, 2 herë, 3 herë. Do me thënë fillim përgjigjesha me kortezi. Nuk e di ku t'i gjej, se nuk i kam unë biletat e Top Festit, po edhe nëse do i prodhoja. Çmimi është kaq. Këtë diun, po. Çmimi është aq dhe nëse do kisha mundësi të kisha bileta, sigurisht që nuk do të t'i jepja ty. Sigurisht. Se kam njerëz të tjerë që i kam shumë afër. Edhe filloi, do me thënë vit pas viti, që sa herë ishte Top Festi, më ndodhte ky fenomen. Pastaj një ditë të bukur vendosa të bëhesha e keqe, domethënë. Ti the, tani kujtove ti për mua kur ka Top Fest? Më fal, domethënë nuk më ke thënë njerë si je dhe plaç me gojë në gjithë të vite. Dhe ajo që i thot plaç me gojë. Dhe më thua, më gjen dot bileta për Top Fest. Pra ka një biletari. Ka 200.000 reklama në Top Albania Radio, në Top Channel, kudo, se shqyr zotit është kjo mundësia që të gjitha programet, spektaklet dhe çdo gjë që ka logon Top promovohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe ti, vajzë dashur, e di shumë mirë ku mund t'i gjesh këto bileta. Dhe vazhdo. Dhe mos mi bjerë më telefonit për bileta. Kam patur kështu situatë. Unë i lësin, as nuk përgjigj për toj. Ja, unë përgjigjem se Emil, e di, me kemi thënë gjithë sezonit. Përgjigjem se, do me thonë, më vjen dhe çudi. Unë nuk përgjigjem. Sepse unë vetë për shembull nuk mund ta bëj këtë. Një njeriu që nuk është se kam ndonjë raport, madje as atyre që kam raport, nuk mundet t'i kërkoj gjëra që e di që kushtojnë, që e di që nuk i kanë ata në dorë. Dhe që nuk kam pse ta bëj, se nëse dua të shkoj diku, unë mund ta shpenzoj. Dhe në atë kohë, imagjino, ka qenë bileta e Top Festit 10.000 lekë të vjetra. Ja 20 finalja, ku dion. Po ja dhe 50. Mua mbase kështu favoresh më kërkoj njerëz që nuk më njohin dhe nuk din përgjigjen ose këtë injorimin tim. Njerëz që më njohin i evitojnë këto gjëra. Do të thonë duhet të kem shumë të përzemër që të
Që të kthesh përgjigje. Që të kthej në një favor po për shembull unë ty mund të të kërkoj diçka, po ne jemi një e zëm, do shkoj unë diku, nuk kam asnjë gjë çfarë të vesh, të lutem mos ta jon do diçka në moment të fundit ose më sugjero të marr këtë apo këtë dhe këtë e bëj sepse e di që e para e kam këtë afrimitet me ty dhe e di që ti mund të më japësh një mendim shumë të sinqert sepse je pa pikën e filtrit. Pra nëse ato dy veshjet e mia janë katastrofë, ti do thuash mi zhduk që të dyja dhe gjej një gjë tjetër nga fillimi dhe unë këtë mund ta bëj me ty. Por nuk mundem të kërkoj diçka të cilën ti nuk e ke në dorë. Domethënë, kjo ka qenë periudha ime dhe jo kjo e famës që po thot Armela pas Biku, që njerëzit duan të ta afrohen se ti tani je e famshme, se me thënë drejtën Armela nuk është se ndeti një 4 muaj edhe, domethënë 2-3 javë ndeti. O zot, fejti se thash unë. Kështu që me këm në tokë të tipit. Këtë mendoj. Është e lezetshme shumë edhe kur diskuton dhe tek e diella e kam shumë qejf, po domethënë ndonjëherë ca gjëra. Po, është e vërtet. Por gjithsesi mendoj që të gjithë është shumë e pritshme kur hyn në një formaci bigu që akoma dhe njerëzit që të kam patur blog të ta ishin bloget të flasin. Rëndësia është se si ti merr gjëra, se sa ti do të japësh nga energjia jote. Pra, edhe gjithë kjo energji që dha mund duke energji e tepër, gjithë kjo info që dha. Mirë, ke i fusim një publicitet. Po, bolle çaj të mallet e Armelës. Ti se sa bëj vibe me këtë këngën, ti nuk e imagjinon dot, më fut në një botë totalisht nuk e di paralele dhe vetëm tundem kërcej, domethënë. Ka një refren të papar, po edhe pjesa e çunave është. Nuk e vë në dyshim, po ideja është që refreni më fut totalisht në një botë tjetër. Tani, me që jemi tek kjo kënga, para se të kalojmë tek videot të tjera në programe në Top Channel, Shëndriti ka qenë sot pikërisht tek Ronaldo Sharka në Live from Tirana dhe ka dhënë një mendim të tij sa i përket grupit Suicide Family dhe ka thënë që me ikjen e Dr. Florit, me largimin e tij nga jeta, nuk është se çunat nuk e kanë atë shkëlqimin që kanë pasur kur ai ishte në fakt. Kështu që nuk e di si e komenton këtë. Pra, domethënë një ardhme artistike për karrierën e mirë, sigurisht që është pyetur nga Ronaldo në lidhje me këtë dhe ai është shprehur pikërisht kështu. Pra, a do ketë një ngritje të karrierës? Dhe ka thënë jo, sepse unë mendoj që West Side Family si grup është grupi jashtëzakonshëm me muzikë që na ka mbajtur gjallë shumë kohë. Me ikjen e Dr. Florit mendoj se ka ndryshuar totalisht energjia edhe e këngëve. Dhe mënyra se si e sheh publiku grupin, thjesht mendoj që koha është i vetmi faktor që na rinovon çdo herë. Kur them rinovon, që na sjell një figurë të re, sepse edhe gjenerata ndryshon. Babi im nuk shkon më në koncerte, ka thënë Shëndriti, për të dëgjuar artistët e tij të preferuar, kurse Gen Z tani shkon të dëgjojë Kanye West, Black Coffee, tani artist. Për mua është ai personazhi i cili është gjithmonë i kërkuar nga publiku. Sa janë të kërkuar artistët tan, janë me numra që mundet të ceken. Kështu që këta mundet të bëjnë muzikë, të ushqejnë atë fanbase që kanë, por që të krijojnë të rinj e shoh pak problematike në aspektin e zhvillimit të karrierës. Domethënë të tyre si West Side. Çfarë mendon për këtë deklarat? Nuk më pëlqen këtë deklarat ama. Domethënë ti e di që unë akoma ndjek artistë që momentalisht nuk janë shumë në zë, si për shembull Sugar Babes. Patën një rikthim mbas kanë qenë këto 3 këngëtarët në albumin e tyre të parë dhe te ky i fundit. Pra kanë qarkulluar edhe 5-6 albume pa njërën nga ty. Ato. Unë vazhdoj t'i ndjek. Nuk them që po çpatën tani që u rikthyen apo muzika ka ndryshuar. Kush është fansi vërtet? Sa do të ndryshojnë muzika, se mendoj që është normali të ndryshojë muzika, se duhet të jesh koherent, të jesh updated dhe të jesh brenda me kohën, të shohësh çfarë pëlqen njerëzit, mos ngecesh aty vend numëro. Por mendoj që fansat e vërtet, unë akoma blej disje.
Në kontribuoj tek artistët. Më ka dhuruar si din. Të betohem sa po bleva diskun Gigi D'Angelo. Zara Larsson të fundit. Sa, domethënë Gigi D'Alessio, Gigi D'Angelo. Gigi D'Alessio, po unë blej pra në një farë mënyrë në tjetër, mbase njerëz nuk blin CD. Ka njerëz që shkojnë nëpër koncerte, aty nëpër klabe apo nëpër sheshe. Kjo nuk do të thotë që ato duhet ndalojnë së nxjerrë muzikë se ne kemi lënë në fakt një puntat me Shndritin dhe me Gretën për të qenë bashkë si co-host. Do ta kemi në vazhdim të Pardon My French. Dhe do doja që ta mbanim pak fan situatën, po sigurisht që do ta pyesim edhe për këtë. Edhe me që duhet t'japim një mendim në lidhje me deklaratën e tij sot, jo më kot e pyeta pasi dhe e shtrova si bisedë pasi ne dëgjuam gënjeve që për mua është një super këngë. Po ashtu dua të shtoj që West Side-at gjatë gjithë këtyre viteve, edhe pas ndarjes nga jeta të Dr. Florit, janë përpjekur jo vetëm të mbajnë gjallë emrin e tij, por edhe muzikën. Sigurisht që ndryshon rrjedha e ngjarjeve, pra nëse Dr. Flori prekte fenomene sociale, dhe më pas u bë pak më komerciale situata e muzikës në Shqipëri, ngjarjet kanë ndryshuar dhe çunat janë përshtatur dhe janë përshtatur shumë mirë. Pra vazhdojnë bëjnë këngë të cilat i bën njerëzit të kërcejnë, kanë po ashtu këngë të cilat i bëjnë njerëzit të reflektojnë dhe të mendojnë, dhe po ashtu kanë pasur dhe koncerte dhe bashkëpunime. Një ndër këngët më të bukura është ajo me Randa Livovën, kishin këngë Lulet bukura ka Tirana, e sjell në një variant shumë modern. Komshia, domethënë kanë pasur shumë produksion kohët e fundit. Të them që mbase dhe nëse do ishte gjallë Dr. Flori, mbase dhe ai do kishte shkuar në këtë lloj rrymë duke u modernizuar, sepse njerëzit thonë, po ato kanë qenë shumë të mirë, po pra kanë qenë dikur në ato rrymë që ka qenë ajo rrymë atëherë në modë. Tani gjithçka ka evoluar dhe mua më pëlqejnë çunat shumë. Argëtohem. Margëtojnë, lëviz. Unë me zi lëviz. Sjellin energji shumë të mirë dhe kjo është e rëndësishme, plus fakti që kanë shumë data, me sa kam parë edhe nga intervista që kisha me Mirin këtu në radio, kanë goxha data edhe do të thotë që njerëzit duan t'i dëgjojnë edhe t'i ndjekin në koncerte. Kalojmë tani në një tjetër aspekt dhe do ndalemi te një personazh shumë interesant që është Spartak Ngjela, i ftuar tek ftesë në 5. Te 23-24. 23-24 vjeç. I dashuruar? Pa honjer. Keni qenë në këtë moshë? Po, 24 vjeç mos kesh dashuri tani, ti më more mua në një UFO. Si, po tjetër. Kur ka qenë dashuria e parë? Pa honjer. Po të jemi brenda 19 vjeç. Jemi brenda. Okej. Ta rumbulla kosen. Janë shpërthimi i instiktit erotik. Po dashuria është ajo e cila të mban në mendim. Do më thënë, të dashuron ty ai, gjithë ditën duhet të ri me mendim të këty. Ashtu. Vetëm burri e ka atë, gruaja nuk e ka. Si more nuk e ka? Unë e di që se ka, se ju më keni thënë që se kemi deri në këtë formë. Këto të jem të 23-24. Ashtu dhe, njerë Niko. Është vërtet kjo që thot avokat Ngjela, që kur njeriu është i dashuruar, duhet kaloj gjithë ditën duke menduar për të. Duke të menduar, po, është shumë e vërtet. Duhet, do me thënë, unë bas ka shumë vite lidhje që jam, di të them që i kam akoma fluturat e ditës parë, dhe aty kuptoj që jam akoma i dashuruar. Për te që i kam mendjen aty, apo të, do me thënë, e mendoj gjatë gjithë kohës. Do me thënë, kur e mendon buzëqesh, pa e kuptuar. Po, e më krijon nga ato fluturat e bukura mbaret akoma. Që nga me dhonë shumë rënd. Edhe ti ke flutura, pas 100 viteve. Pra, dashuria nuk vdes. Këtë thonë që zbehet, ndryshon formë, po aty është. Ndryshon formë, rritet, do me thënë nuk janë ato... Pra, jo çdo ditë ti mund t'i thuash, o shpirt, sa po më mungon, po mund t'i thuash edhe kur të vish në shtëpi bli qumësh, letër higjienike, edhe buk se mos harrosh, edhe paçim se të dua. Do me thënë edhe kjo është dashuria. Tani që e mendoj, më krijojnë flutura. Po 24 vjeç, a je UFO nëse nuk je i lidhur apo i dashuruar? Po. What? Po, more.
Absolutisht, mendoj që dashuria është nis që kur jemi të vegjël në vegjëli në mënyrë platonike. Kupton? Kë ke dashuruar platonikisht? Janë sekrete, unë nuk kam është hera parë në jetën time që jam i lidhur. Jo, ta them dashurinë time platonike, ka qenë Patrick Swayze. Me vërtet? Po, dhe kur luaja me ti me motor në shtëpi që ndanim krevatin e mamit me një gjë në mes. Shtëpia ime ishte nga njëra anë dhe saj, gjithmonë burri im imagjinar quhej Johnny, si Patrick Swayze te Dirty Dancing. Domethënë nuk e di pse e adhuroja, duke shumë i bukur. Nuk dia dua të bëj xheloze apo jo, por kur ka ardhur atëherë në Shqipëri, mamaja ime ishte kujdesur në maksimum që unë të kisha të më garantonte një autograf të tij. Dhe unë e kam akoma sot e kësaj dite. Patrick Swayze? Yes, kur ka ardhur në Shqipëri. Ka ardhur në Shqipëri Patrick Swayze? Po unë ku kam jetuar? Si një çikës më e madhe duhet ta dihet drejt. No. Yes, e kam autografin e tij. Do ma çosh me foto se nuk do besoj. Nuk të besoj. Kemi publicitet tani dhe rikthehemi për pak. Doja t'rregoj autografin se mora dhe mami im në gjumë. Mami jot nuk e dinte. Jo, tha. Ajo gënjen, unë me di. Ore nuk ka qenë kur Patrick Swayze në Shqipëri, se më çmende. Do më çmendesh ti mua. Po e gjeta. Po e gjete? Ku do e gjesh? Se ke marrë në Shqipëri atëre. Mos e ke marrë ende nga Gërqia, nga ke qenë. Nga Gërmalli. Se në Shqipëri jo njërë. S'ka qenë Patrick Swayze në Shqipëri. Gabriela do më paguash një moment të dytë në jetë. O zot, unë them të kalojmë pak në një moment shumë hot. Dhe në një video Çka ka ndodhur? Po si mund të lëon ty pa përputhen sot? Po është komplet me pipe gjithë videoja. Unë e imagjinoj çfarë do thotë. Japi. Po të qarë më shumë. Kjo është parë. Ku ti fut gishtin ti më po çaj kot është. Kërkoj ndjes, kërkoj realisht shumë ndjes. Fuça, live fuça. Çapa. E ke drejt. Ai ka plon. Ai e ka ito apo? Ç'është kan? Ai Rri ma e gojnë me ropë shpije, se do macarosh e do tem na i gjohë që s'duhet. Okej? Pojta mamë më qa. Edhe unë po të më besoj pak, me që s'pas ka. Ua, çfarë takimi rënqethës, romantik në maksimum, do me thënë, shumë interesant si takim. Unë gazëllyem. Nuk e di ku jam. Po Pse unë besoj në dashurinë e vërtet në përputhe. Pse unë besoj te takimet e para që duhet të jetë sa më perfekte, mos gabos sepse është takimi që vendos. Po kishte okay, unë jam në përputhen, ëh, kishte kimi. Po kishte edhe fizik. Edhe matematik ishte shumë antizëm. Matematik mbi të gjitha. Matematik, po aty kur I tha I kopsitur si takim, shumë interesant, dhe ndërkohë që jepeshin pamje të u shkri në studio. Aja goca, do me thënë. Nuk e di që ka ndodhur mes të dyve, po... Mua më vinte gjuna për atë tostin aty, që ishte tost me patate, dëm për tost me patate dhe me rër, se ishin ullur në rër. Po, nuk e di... Kështu, ti do thuash unë kam më shumë kontakte me gjeneratën e re se nga ndjekësit e mi. Po pse kështu janë detet e kohët vetë? Nuk e di, zemra, dhe unë këtë doja të pyesja. Pra, a duhet të jemi kaq të lirshëm në takimet e para se unë nuk mbaj mend? Po. Ti të bësh një të gropsitu. Se është romantike. Ja. Unë nuk di të... Jo, nuk di, unë... Të gropsi. Ja, jo të gropsi, po. Ideja është që më duket shumë absurd, shumë jo realit e kokaime, se them seriozisht e kanë këto tani. Nuk e kuptova kush është çuni. Nisur nga sjellja, se e kuptova se nuk jam I verbër, por kuptoj që ishin wow. Takimi Bravo vajzat, 2026. Si duhet jetë takimi I parë për ty? Për te pa kamerave dhe hajde justifikoj këtë gjë, një takim normal o njerëz. Flet për gjërat, për çfarë më pëlqejnë, çfarë të pëlqejnë, çfarë të përafërta mund të kemi. Dhe rrjedh natyrë, nuk e se shkoj me një plan, ku ta di.
Nuk e di, shumë natyrshëm. Ti e lë të rrjedh. E lë të rrjedh. Po sigurisht unë e lë të rrjedh, po dhe mendoj që edhe gjenerata jonë është totalisht ndryshe. Ne na vjen më shumë lirë shumë muhabeti. Nuk kemi këto komplekset, mos them diçka se do jetë gabim. Ne themi ato që është gabim i themi direkt. Do me thënë, në këtë takim ti kupton që kush është red flagu? Nëse s'ka nevojë për një takim të dytë mbas kësaj. Ndoshta ti i pëlqen që një vajzë të ketë këtë lloj attitude quhet? Apo fjalor? Attitude, po. Është një sjellje kështu tip arroganteske. Një kështu jam unë. Ka çuna që pëlqejnë të tillë sjellje mendon? Po, janë sadomaso. Jo, mendoj që, kanë qef të dominohen nga femra. Ndryshon kur ti bën një batut, një fjalë që e lëshon për shaka, për humor. Ajo gjëja, është tjetër gjë humori. Dhe mbetet aty, dhe është një tjetër gjë kur ti po i përgjigjesh vetëm kështu. Shumë më femër se femra që ke dalë në date. Pra, ajo ishte shumë mashkullore, shumë ato ofendime. E kuptoj që mbase bëhet për se je me kamerë aty dhe duhet të jesh më i parapëlqyeri në përputhjen, po mendoj që do të thënë, formula për show, mbase që të pëlqesh nga publiku, mbase dukesh më cool. Nuk e di si kam kuptuar kur këto vajzat që kanë gojën si nuk e di si një mashkull 60 vjeçar. Kur se kam kuptuar dot. Është tjetër gjë të jenë femra me këlqe. Dhe tjetër gjë, femra me atë gojë të pisët. No. Më falni. Të vëm pak muzikë se na u përqendruan vendimet. Harova abëtën time, duhet nisa betaren nga fillimi. Është një red flag kur ke një... Zemra ai nuk ishte red. I shkreti ishte skuqur dhe ai, domethënë kishte marrë rrezet e të kuqes, po skuqej. Flamur vishi. No, a big no. Po i rikthehem edhe një herë asaj që thash ndriti që baba im nuk shkon më në koncerte, janë rikthyer Backstreet Boys, është bërë Nami, Pussycat Dolls, Nami, po mendojnë Spice Girls, NSYNC të ribashkohen. Do bëhet Nami. Sigurisht. Spice Girls, për te Victorious që ka thënë vlla dorëheqjen. Nuk përfshihem dot. Nuk përfshihem dot. NSYNC po flitet bye që mund të vinë në një tur, por ende nuk, sepse Justin Timberlake ka vazhduar karrierën e tij solo, edhe në koncertin e Backstreet Boys ishte një nga pjesëtarët e NSYNC, edhe është një video që qarkullon në internet që më pëlqen shumë. Edhe thoshte ky po nisem tek po kanë qenë historikisht grup rival. Në muzikë. Edhe po shkonte të shihte koncertin, edhe njerëzit që e shihnin të çuditur, dhe ai postonte video duke kënduar këngët e Backstreet Boys. Dhe tha, nuk e kuptoj pse më shohin njerëzit çuditshëm dhe pastaj ups, un kam qenë te NSYNC. Po do të pëlqente ti shikoja mbas 20 ca viteve. Shumë mirë. Un nuk e kam ndarë ende mendje nëse kam qenë team Backstreet Boys ose NSYNC, se më pëlqenin të dy grupet. Më pëlqenin shumë vizualisht të shikoja Backstreet Boys, por dëgjoja më shumë dëgjoja repertorin më shumë të NSYNC. Më pëlqenin më shumë, më dukeshin më të kërcyeshëm, kurse ato Backstreet Boys më dukeshin shumë gocash. Kështu që cool. Edhe për nostalgji del njeriu. Po, more çan këto. Po shkon, shikon një koncert, shijon. Po ku ka si një koncert ku ti di të gjitha këngët përmendesh, për shembull, se jere. Do të thonë, edhe mbas shumë viteve ti kupton që i di tekstet, i këndon, i ke shijuar, të kanë shënjuar një periudhë të bukur, ose dhe jo tjetës tënde, po prap ke nostalgji, ta kujtosh. Në një periudhë që duhet i kishe shqisat e hapura, sepse nuk kishe celular që ta kishe ta rishikoje kur të doje, thjesht duhet ta memorizoje gjithçka dhe ta mbaje mend. Dhe me që jemi këtu, më kujtua një video e publikuar nga Ulona Musta, e cila her pas here poston nga këto video të nostalgjisë dhe kishte vënë këngën e Toni Braxton, Unbreak My Heart. Po e këndonte gjithë pasion, edhe kishte shkruar unë 16 vjeç, duke mu thyer zemra për bashortin që do kisha në një të ardhme të largët. Kanë qenë këngët atëherë më me shumë kuptim.
Dhe unë që i komentoj poshtë, kurse unë, do më thënë, dhe ne bashkë që këndonim I give my all, kur ende nuk na kishte ardhur cikli, do më thënë. Dhe nuk e ke iden çfarë është bërë me komente të postimi i Olonës. Kështu që mendoj që rikthimet edhe nostalgjia në bëjnë mirë her pas here. Shumë qejf do të kisha. Për shembull, un pata shansin dhe mundësinë vitin e kaluar të intervistoja Gigi D'Alession, të cilin ti më dhurove edhe në një CD. Dhe gjithë ajo periudhë që un kam kaluar duke dëgjuar Gigi D'Alession Top Albania Radio, më rikthyen në të 100-ën e sekondit, ato këngë, ato dedikime, ato lot që kemi derdhur. Dhe pastaj pata mundësinë të shijoja dhe koncertin e tij. Më besoj që nuk këngët e reja të ti nuk më dhanë të njëjtin efekt se sa më dhanë ato që kisha dëgjuar me mira herë. Pra, në çdo notë, në çdo tingull, në çdo fjalë, unë kujtoja një pjesë shumë të bukur të rinjësime të hershme. Ai pra, është ndjesi e çuditshme, prandaj të thash do doja dhe unë të se po diskutoj edhe me çunat që para unë kam parë Madonnën 2 herë gjithmonë me idenë që mbase kjo është era saj e fundit që bën turne. Uroj që të nxjerrë një turne të fundit që të iki prap. Nuk di të plaket. Po you never know, disa personazhe që janë edhe të rritur edhe bëjnë një turne, ti duhet, unë mendoj se të gjithë duhet të kenë mundësinë të takojnë, se mund të jetë dhe hera atyre e fundit që bëjnë turne të mëdha, se disa tërhiqen edhe nxjerrin thjesht albume një herë në 3-4 vite. Që kështu mua artistët e mi të preferuar sa kur do më jepet mundësia dhe i kam afër, më pëlqen me idenë gjithmonë që nuk i dihet, mund të jetë hera fundit që bëjnë turne, apo është turneu afër meje në Europë, pra. Unë Backstreet Boys dua shumë ti shikoj, dhe e urrej Elona Duron që i ka parë live, po, para disa muajsh, ishte në Zvicër, dhe i pa atje shtriga. Dhe ishte knaq pa fund. Do doja të ikja të shikoja Spice Girls-at. Dëgjoj, kam shumë koncerte të, për shembull dhe Zara Larsson që unë dua të iki ta shoh gjatë verës, e gjej në YouTube gjithë koncertin, e kam parë, më pëlqeu kështu, po është tjetër ndjesi ajo live. Kupton se kam dashur ta përjetoj atë emocionin e Spice Girls në një koncert. Mendoj që live do emocionohem më shumë se gjithmonë. Ndërsa për Andi Vrapi më ka thënë që Rosalia ishte tjetër nivel, edhe pse ka parë shumë artistë në koncerte, shumë lart. Dhe të njëjtën gjë kishte shkruar edhe Jonida Maliqi në postimin e saj, sepse i kishte parë në Gjermani para pak ditësh dhe ishte një show i vërtet, domethënë kombinimi i muzikës klasike me vokalin e saj dhe të gjitha performancat ishin frymë marrëse. E për më tepër në ditët e sotshme që patjetër skena duhet të jetë edhe ato të krijojnë një art, se duke qenë se të gjithë i publikojnë, i postojnë, është një marketing koherent, konstant, non stop i bëhet marketing turneut. Pra thonë njerëzit, në fillim doli ajo skena me duar, të gjithë, duhet iki ta shikoj, dua ta kupton, shumë nis gjëja. Për shembull, unë nuk jam i interesuar ta shikoj këtë vit Rosalia. Nuk jam në këtë energjinë e moodit të albumit që ka në këtë album. Pra jam totalisht diçka më xixa, më fan, më ver, më jashtë. Por do shkoja të dëgjoja artistë të tjerë, mbase Rosalia, po të tjerë sigurisht e kam listën tuaj se plot. Bravo Niko, më pëlqen që angazhohesh te pjesa e artit. Ne kemi një tjetër video për të komentuar në fakt, se u zgjatën shumë te kjo pjesa e koncerteve, po nisur nga një gjë, ne dalim diku tjetër pastaj. Shndriti e ka fajin që na futi në këtë moodin e të menduarit të gjërave. Tani jemi sërish tek e diell dhe është Lizarta që ka thënë diçka, edhe do doja të diskutonim bashkë. Po në fundit kemi parë një fenomen që nuk është vetëm shqiptar, është në gjithë botën, po kryesisht në Shqipëri po ndihet më fort. Ka të bëjë me faktin se shumë njerëz nga Bangladeshi, nga Nepali po punësohen nga bizneset shqiptare. Dhe kjo nuk është asgjë kundër tyre, normalisht për të tingulluar raciste, absolutisht që jo, sepse çdo kush ka mundësinë dhe të drejtën për të krijuar një jetë më të mirë në çfarëdo lloj vendi, por ka të bëjë me tregun e lirë në Shqipëri. Sepse nëse ne dimë që tregu i lirë është një mekanizëm që
bazohet, domethënë nuk është aq i pastër, bazohet tek kostoja më e ulët. Dhe normalisht bizneseve intereson që të marrin punëtor nga vende të tjera sepse kanë kosto më të ulët. Por është dhe gjë mirë që ekonomia e vendit po rritet. Por pyetja thelbësore është, duam të arrisim në ekonominë në numra apo duam të zhvillojmë një ekonomi që mbron forcën punëtore shqiptare, të mbajë njerëzit e vet në punë, sepse ne kemi parë shumë protesta edhe nga qytetarët shqiptar, ka pasur kryesisht kanë qenë korrierët që kanë protestuar sepse po zëvendësohen me njerëzit nga Bangladeshi, nga Nepali apo nga vende të tjera. Dhe kjo është shumë shqetësuese sepse forca punëtore, forca punëtore shqiptare. Një majt, më fal që ndërhyra. Po, kemi edhe ditën. Qofse është për drejtat punëtorëve, më pëlqeu shumë edhe një gocim jote. Kemi edhe ditën e punëtorëve para sepse patjetër nuk po flitet sepse jemi në fillimet e saj, por forca punëtore shqiptare ka nevojë për një mbështetje më të madhe, sepse normalisht që një shqiptar do kërkojë një rrogë më të lartë, sepse kostot e jetesës në Shqipëri janë shumë herë më të larta nga ç'mund të kërkojë një njeri i ardhur nga një vend tjetër. Dhe kjo nuk më pëlqen shumë dhe duhet të kemi një mbështetje apo disa rregulla të reja që të mos favorizojnë vetëm bizneset, patjetër të favorizojnë edhe forcën shqiptare që forca punëtore të jenë shqiptarë, të mbajmë shqiptarët. Jam shumë dakord me Rizartën deri diku, por në disa pika nuk bashkohem me të, sepse nuk është normale që shqiptari të kërkojë më shumë se jetesa këtu është më vështirë, sepse dhe ai që vjen nga Bangladeshi dhe Nepali këtu do jetoj. Pra me atë rrogën që do të marr këtu, do paguaj qira, do paguaj drita, do paguaj vetëm nëse kompania ja siguron këto. Këtu prap nuk bie dakord me Rizartën se thot paguan më pak dhe jo, kompania nuk paguan më pak sepse nëse ja përfshin të gjitha këto nuk është më pak. Pra, nëse i paguan shtëpinë dhe këtë e di nga mikeshat mia që kanë punonjëse në shtëpi dado të fëmijëve, pra ju kanë marrë shtëpi me qira përveç rrogës që marrin. Ka dhe nga ato që i mbajnë në shtëpinë e tyre, pra është një kosto e shtuar. Nuk është se paguhen i marrin se paguhen më pak. I marrin nga jashtë sepse janë shumë të zhgënjur nga shumë të rinj ose forca punëtore në Shqipëri. Nuk po i përgjithsoj të gjithë, por një pjesë e madhe duan të paguhen shumë dhe nuk punojnë. Pra, refuzojnë të bëjnë punë të cilat një punëtor që vjen nga jashtë nuk e ka problem ta bëjë, madje janë shumë më të përgjegjshëm, nëse janë në shërbim të klientit janë shumë të sjellshëm dhe nëse të ardhurat që ata marrin në Shqipëri sigurojnë një jetesë më të mirë familjes së tyre atje ku jeton, pranojnë që të bëjnë këtë lloj sakrifice, edhe këtë kompromis që të punojnë në Shqipëri dhe të ndihmojnë familjen e tyre. Jam dakord me Rizartën kur thotë duhet merren shumë masa nga bizneset apo të kthehen syt nga forca punëtore shqiptare, por aktualisht duke qenë se jam edhe pjesë e një biznesi, është shumë e vështirë për të gjetur staf. Një biznes që ka shërbimin fjalën kryesore dhe kush e di se sa staf është ndruar, sepse ose kanë shumë të vështirë të japin një përgjigje pa u hakërryer, pa rrudhur buzët, nëse ti zgjedh që të punosh në sektorin e shërbimit, për t'i shërbyer njerëzve duhet të kesh 2-3 norma të cilat e bëjnë klientin të dalë nga biznesi yt i kënaqur dhe të ndihet mirë. Pra, në momentin kur ti bën disa intervista pune dhe pyetja e parë është sa do paguhem unë, a e kam të shtunën dhe të dielën pushim? Jo, unë nuk e bëj këtë, se nuk është detyra ime. Dhe kur ti je një njeri që ke nisur të punosh që 19 vjeç, ke pranuar të punosh vetëm për të marrë eksperiencën tënde, edhe 3 muaj internship dhe isha shumë e lumtur që nuk po paguhesh apo thjesht po merrja eksperiencë, e cila më pas më ka vleritur shumë. Të gjithë. Për karrierën time. Të gjithë e kemi kaluar, mendoj. Ditët e sotme nuk e kanë këtë të rinj. Prap e theksoj që nuk po e përgjithsoj situatën, por shumica dhe një pjesë e mirë e tyre i kanë ca kërkesa, ndoshta dhe absurde, edhe pse vijnë pa pikën e eksperiencës, edhe pse ti dëshiron t'ju japësh një mundësi, fillojnë jo po unë se bëj këtë, jo po do me thënë gjejnë disa justifikime për të mos marrë përsipër përgjegjësi dhe për mos ta kryer atë punën siç duhet. Dhe mendoj që kjo është arsyeja që pjesa më e madhe e bizneseve shqiptare, më e madhe, do me thënë një pjesë e mirë e bizneseve shqiptare kanë zgjedhur staf të huaj sepse janë më të përgjegjshëm. Të thon faleminderit 100 herë, unë e kuptoj që motorristat janë ngritur dhe po bëjnë tani protesta gjëra, por
mua me këto të huajt e para nuk më nevojitet. Edhe më le të themi të gatshëm për të qëndruar më gjatë në punë sepse preferojnë që ta ruajnë atë vend pune. Kanë zgjedhur të vinë në Shqipëri me shumë sakrifica për ta bërë këtë. Pra kanë një tjetër kulturë pune, mendoj. Sepse dhe bizneset shqiptare do jenë lodhur nga njerëz të cilët vinë për shembull ti e merr në punë, ka nevojë për punë dhe pastaj papritur në kulmin tënd, flas për lokalin që është aktualisht, në kulmin tënd të punës vjen maji dhe thotë unë do ikin në jug. Po sa. Domethënë mendojnë ta plas ty gjithë përgjithësinë barrën në prehër, po. Edhe po ikin jugun se këto 3-4 muaj që do shkojnë në jug paguhen më shumë, pastaj kismet kur të vi shtatori. Pra nuk mendojnë afatgjat. Kështu që për disa gjëra bashkohem me rizartën, për të tjera jo, dhe jo nuk është e vërtet që paguajnë bizneset më pak dhe prandaj marrin ata, sepse kanë shumë kosto të tjera, janë agjensitë që lidhen, janë fit që paguhen për punonjësit këtu. Ore, bravo, mua më pëlqen ideja, dhe ne kemi qenë refugjat në shumë shtete të unë kam qenë refugjat vetë në Greqi, domethënë i di vështirësitë që hasin të refugjatët kur ikin në një shtet të huaj, di nga prindrit e mi, domethënë prindrit e mi totalisht në një profil tjetër, profilizuar totalisht në punë super të mira dhe për një të ardhurën time dhe të tyre më të mirë, ndryshuan totalisht, e di gjithë gjën edhe nuk e di, nuk e shoh në këtë version. E shikoj si ai huaj, unë e shikoj si i huaj gjithmonë dhe gjithmonë kur dëgjoj raste të tilla them no, kjo është shumë jashtë logjikës time. Mendoj që ka vend për të gjithë. Për ato që duan të punojnë. Patjetër, ka vend për të gjithë edhe ka eksperjenca nga më të ndryshmet, se nuk po them që edhe këta punonjësit që vinë nga jashtë janë të gjithë perfeksioni dhe mishërimi i përgjegjshmërisë. Por një pjesë e mirë e tyre me të cilët kam pasur rastin edhe të kem kontakt në lokale të ndryshme apo i shoh që punojnë edhe në sektorin e ndërtimit në zona të ndryshme të Tiranës, janë të sjellshëm, janë të përgjegjshëm, janë të kujdesshëm edhe kanë dëshirë të punojnë. Kjo mua më mjafton. Është shumë të lumtur. Më e rëndësishme janë. Ndërsa kur diskutoj me Mikesha për se është hapur dhe kjo biseda tani se duhet ta mbyllim një kohë për pak e dadove filipineze, jo po unë nuk e dua se më mëson vetëm anglisht fëmijës, domethënë ka disa mendime të ndryshme, dikush tjetër thotë e dua se është shumë e qetë dhe fëmia ma do shumë, dua të marr një shqiptare se ndërkohë dikush tjetër që kishte shqiptare i mësonte djalit ulumolo të dali hona. Kështu që secili bën zgjedhjet e tij me mënyrën që do ai, pra dikush që zgjedh staf të huaj, mendoj që ka një arsye. Është zgënjur ndoshta nga stafi shqiptar, edhe nuk i përmbushin të gjitha kriteret për të vijuar biznesin apo për të pasur një staf që është edhe i përgjegjshëm. Këtu e mbyllim me këto mesazhe që dham sot pozitive. Më pëlqen shumë argumenti i Rizartës tek rrethi katror, por ka disa, domethënë në këtë pikë në 2-3 gjëra. 2-3 kleç, ka që ne nuk plotësisht. Faleminderit shumë që na ndoqët nëpërmjet Top Albania Radios edhe kanalit 10 në digital. Niko, faleminderit. Ne për shumë e bukur sot harrova ta them në fillim, po ta them në fund. Në fund, më mirë. Dëgjojmë të mërkurën tjetër. Ciao. Bye bye. Kalofshi mirë, ciao.